Ka një fill shumë interesant që e lidh shpesh Gazbardin me betejë private, por llogaritë eksponentëve politik të majt deri edhe të Erion Veliajt. Gazmendbardi nuk është politikan. Politikani mbahet pas fjalës, e Gazi me fjalën nuk është mik. Gazbardi, për shembull, nuk lexon dot sot pothuajse asgjë nga ato që ka thënë dje, sepse nëse e bën, thjesht përgënjeshtron vetveten. Por Gazi ka namin që përdoret, dhe kur të del ky nam, vërsulen të gjithë kush e kush të përdorë më fort, dhe nëse qëllon në usta, do të kërkojë të përdorë edhe sa më shpesh. Gazbardi, për shembull, u përdor hapur nga të zemëruar me listën e Fierit në një linjë aleancash private, jo dhe aq të fshehta, që kalonin nga braçet e tabaku e në fund të Gazi. Gazi ynë nuk lidhe dot pas fjale. Nëse lexon sot se ç'thot Gazi, të duhet të shpërthesh në Gaz të nesërmen, kur pret të lexosh vazhdimin dhe lexon një Gaz tjetër, që as përgënjeshtron, as kërkon ndjes e as nuk skuqet. Gazi ynë është Gaz i veçantë. Gazin tonë e përdor ai që ka hallin e radhës, dhe të cilit Gaz i shërben me të njëjtin nerv, por as fare me besnikëri. Sa po kalon halli, kalon edhe Gazi. Gazi nuk ka miq, ndaj ky shërbim ndaj përdorësit të radhës nuk shpjegohet me borxhe shoqërie. Por nëse nuk është thjesht një i lajthitur, pse Gazi është i hapur për çdo përdorim? Gazi ishte e hapur që në betejën personale të Erion Veliajt të përdorej kundër kujdo që Veliaj besonte se mund t'i bëjë pengesë. Në planin njerëzor, nuk mund të akuzosh Erion Veliaj në luftën e tij për jetë vdekje politike, po Gazi ku hyn te halli personal i Veliajt. Demokratët e donin Veliajin jashtë zyrës, kurse Gazi e donte në zyrë, dhe për ta kthyer Veliajin në zyrë, sulmoi e gjurmoi me tekstet e Veliajt çdo kënd që Veliaj nuk e sulmoi dot vet. I tillë ishte për shembull sulmi kundër presidentit të Republikës. Gazi nuk ka koleg, sepse Gazin edhe kolegët e duan sa herë përdorin, aq kohë sa vazhdon përdorimi. Por nëse mes kolegësh ca gjëra edhe te kalohen, me përdorues të krahut tjetër politik, i vetmi argument bindës mbetet pagesa, se nuk e besojmë dot që është thjesht ves. Pastaj qellojnë që kur përdorsi mbetet shumë i kënaqur, të merr edhe në mbrojtje në portale, ku ka të parapaguar 1% të mirë hapësire. Quhet liri editoriale e kohës së Gazve. Të paguaj rregullisht që të fus aq shkrime sa dua, kur të më duhet dhe kundër e pro kujt të dua, por paguhet. S'ka Gaz te daja veresie.